Hoxh me një hutbe para disa kohëve ke folë për 3 kategori të njerëzish. A ka mundësi ta sqarojmë këtë podcast, çat hutbe? Allahu në Kur'anin famëlar përmend 3 kategori të njerëzve. Është shpirti që urdhëron të keqe. Thot Allahu në Kur'an, inna nafsata la'amaratun bisu illa man rahima rabbi. Që do të thotë shpirti i njeriu është i prirë në punë të këqija, se shejtani vazhdimisht njeriu e nxit me bë vepra të këqija. Edhe shpirti i keq është shpirti i cili bën vepra të këqija. Një pyetje, njerëzit sot a bëjnë vepra më shumë të mira të këqija? Të këqija. Sot njerëzit a flasin më shumë mirë a keq? Sot njerëzit a më shumë ofendojnë apo japin komplimente për mirësitë e të mirat e njerëzve? Prandaj Allahu në Kur'anin famëlar thonë, në Kur'anin famëlar të Allahu thotë shumica e njerëzve janë gënjeshtar. Shumica e njerëzve janë të prishur, wa aktharuhum fasiqin. Wa aktharuhum la yu'minun, dhe shumica nuk besojnë. Edhe gjithë këto ajete, edhe shumë ajete tjera që flasin se një numër i madh janë nga kjo kategori, nga shpirti i cili e çon njeriu në të keqe. Pastaj Allahu në Kur'an e përmend kategorinë e dytë, shpirtin që e çorton veten. Ka njerëz që bëjnë mëkate pastaj e çortojnë vetveten. Allahu në Kur'anin famëlar të përmend, wala aqsimu bin nafsil lawama, dhe betohet Allahu për shpirtin që çorton veten. Do të thotë njeriu i cili e bën një mëkat dhe rikthehet, ky është njeri i mirë. E ka bërë mëkatin, ne jemi mëkatar të gjithë. Po s'ka mëkat më të madh se me bë mëkatin dhe mos mu pendu. Po e ke bë, kthehesh, lyp. Falje tek Zoti, kërkon falje, pendohesh, kërkon falje tek njeriu që ja ke bë padrejsinë dhe zullumin. Dhe e treta, kategoria e tretë është shpirti i qetë. Do thotë shpirti e cila çon në vepra të këqija, shpirti qortues i cili bën her pas herit edhe të mira dhe të këqija, dhe shpirti më i mirë është ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, shpirti i qetë. Çka nën kuptojnë me fjalën shpirti i qetë? Shpirti i qetë është i mbushur me iman, me shpresë, me dashuri, me bindje, në të cilën zemrën ja dedikon madhnisë Allahut. Gjuhën ja dedikon madhnisë Allahut dhe nuk flet keq vetëm se mirë. Mendimin e tij vetëm se mirë, edhe veprat e tija vetëm se mirë. Kështu Ibn Kaimi rahimahullahu taala ka përmend 3 kategori në lidhje me këtë koncept që ka përmend Allahu në Kur'anin e famëlar. Ibn Kaimi ka thënë se realisht njeriu i përngjan 3 gjanave, 3 krijesave. Shumë është interesant edhe në terminologjinë e popullit ton. Nëse një njeri e bën një vepër të shumtuar dhe vran e derdh gjakun e pafajshëm për 5 grosh, çka i thojmë atij njeriu? Nëse njeriu e bën një punë të pamoralshme, një krim, çka i thojmë? Filani ishte si djalli, si shejtani. Shejtan njeri. Drejt. Shejtan insan. Shejtan insan. Do të thotë ai ka dalë prej termit i njeri, ka marrë cilësinë e djallit mallkuar apo shejtanit alehilane. Kategoria e parë është ata që pas do të thotë që nefsin e tyre, do të thotë shpirti i tyre bën vepra të këqija, edhe në këtë botë Allah nuk të ka kriju me bën vepra të këqija, të ka kriju për ta madhruar Allahun. Këtij njeriu i thon kujna i përngjan, ki i përngjan shejtanit alehilane. Pastaj e dyta, kategoria e dytë është ulaik kal an'am, ata janë sikur kafshët. Opa. Bel hum dal. Çka i thojmë neve? Pasuesi i epshit. Shpesh herë thojmë filani çka ka bën? Ndonjë çmenduri filani, filani ishte si kafsha, si hayvan. Çka i thojmë asaj? Hayvan insan. Shejtan insan, hayvan insan. Edhe e treta, njerëzit që i gëzojnë zemrat e njerëzve, njerëz që kanë vlera, njerëz që kanë respekt, njerëz që kanë dinjitet, njerëz që janë të drejtë, njerëz që kanë devotshmëri, çka bojnë ata? Çka i thonë atina? Filani ish mashallah si melaçe. Student shumë i mirë. Filani ishte inxhinier shumë i mirë. Filani ishte inxhinier shumë i mirë, student i mirë, profesor i mirë. A janë të gjithë me këto cilësi? Jo. E çka është më interesant? Shumë është interesant kjo. Hoxh, a ka mundësi të njëjtën kohë mi pas 3 cilësi njeriu? Po. Kjo është hala ma komplikative. Ekziston një rrugdalje. A ka mundësi? Ka. Ajo është një element shumë, se 2 janë të shumtuara. E treta është ajo që kërkohet nga ne. Sidomos e treta. Istikfari, kërkimi i faljes tek Zoti për çdo vepër që bën. Është pastrimi i çdo sene që e rikthen tek Zoti atë.
Nëse i dedikohesh, i kthehesh Allahut me shpirt, me gjuhë, me vepra, dhe totalisht i nënshtrohesh Allahut për gjitha, Allahu të pastron. Ka pas njerëz që kanë vrarë kohën e profetit, janë penduar. Ka pas njerëz që kanë pinë alkool, janë penduar. Ka pas njerëz që kanë gjithë këta. Allahu është i mëshirshëm dhe e don shpirtin i cili kthehet tek Allahu. Atëherë, për të kaluar këto filtera, është nënshtrimi total i toubës dhe istighfarit ndaj madhnisë Allahut. A mjafton vetëm kjo? Jo. E dyta është emrul bil ma'ruf ve nehy anil munkar. Me mendu, me thirr njerëzin punë të mira. Ku ka filter më të mirë të shoqërisë se ata që të rrasin punë të mirë dhe ata që largojnë nga e keqja. Ti që e ke kalu një fazë të keqes, ndryshe është kur ti flasish ti, ndryshe është unë si hoç kur ti flas dikujt. Ndryshe është ai i cili ka pas një eksperiencë të errësirës së jetës dhe të zullumit dhe sot ndalet dhe pendohet. Në jetën praktika e ka përjetuar ata, edhe sot e përjeton devotshmërinë, e përjeton rikthimin tek Allahu. Kjo është një ndjenjë krejt ndryshe. Prandaj ne sot kemi nevojë shumë që të rikthehemi në pendim tek Zoti. Ne sot kemi nevojë shumë kemi nevojë të rikthehemi Allahut edhe të bëjmë e vetmja rrugë e ndryshimit të shoqërisë tonë është ta ngritim respektin me gjitha vlerat që komponentet që ka respekti, dhe e dyta t'i thrasim njerëzit në respekt në vepra të mira dhe t'i largojmë nga e keqja. Alhamdulillah.